Dolce, një emër, një vajzë, një energji që nuk mund ta ndalosh, vajza që hyri nga dera e showbizit si një melodie e butë, por që shumë shpejt u bë stuj kombëtare. Dolce është ajo histori që nuk ndodh shpesh, ajo vajzë që thyen rregulla, thyen paragjykime, thyen tabull. Dhe i bën njerëzit të flasin, të mendojnë, të ndjejnë. Vajza e kopertinave, fytyra e saj është bërë simbol i thjeshtësisë që pushton, i natyrshmërisë që magnetizon. Revista, portale, televizionet, të gjithë e kanë kërkuar, jo vetëm sepse është e bukur, por sepse ajo sjell diçka ndryshe, diçka të pastër, të çiltër, të rrallë. Dolce nuk është vetëm imazh. Ajo është histori. Ajo është frym, vajza e televizioneve, sa herë shfaqet në ekran, sytë mbërthehen. Mënyra e saj e të folurit, e të qeshurit, e të reaguarit, gjithçka tek ajo është e sinqertë, është reale. Ajo nuk performon, ajo jeton. Dhe ndoshta për këtë arsye, Dolce u bë vajza që dy shtete e ndoqën me zemër në dorë. Shqipëria e dashuroi. Kosova e përqafoi. Italia u mahnit. Dhe publiku u lidh me të sikur e njihte prej kohësh. Dolce bëri bujë të madhe në shqiptari, jo vetëm sepse është e bukur, bukuri ka kudo. Dolce është ndryshe sepse ka zë, karakter, kuraj, mirësi dhe mbi të gjitha, ka shpirt të pastër. Ajo është vajza që nuk ka frikë të qesh me shpirt. Të qaj me zemër, të tregoj brishtësinë e vet dhe ky është guxim, guximi që thyen tabull. Vajza e zgjuar, ajo ka intuit, ka mendim, ka vizion. Dolce e kupton botën televizive, e udhëheq me finesë, e shndërron çdo moment në skenë dhe çdo skenë në kujtim. Vajza e dashur, ëmbëlsia e saj është gjuha më universale që ka. Ajo nuk ka nevojë të mundohet, mjafton të jetë vetvetja. Banorët e Big Brother e ndjejnë menjëherë energjinë e saj, një energji që zbut, gëzon, qetëson, argëton. Vajza simpatike, ajo që nuk ka nevojë të bëjë skena për të rënë në sy, thjesht shkëlqen. Vajza që sjell hare në çdo Big Brother ku merr pjesë. Dolce bëhet rrezja e diellit të shtëpisë. Ajo e di si t'i kthej.